Sot do të përgatisim një recetë shpejtë dhe ekonomike. Për këtë recetë do të na duhen 3 kunguj të njom, të cilët më parë do t'i grim në rende. Dy vezë. Tre lukos. Rreth 80 ml vaj, krip dhe 100 gram djathë të grirë. Do t'i përzijej mirë. Pasi kemi përzier mirë, do t'i hedhim mielin. Për këtë recetë që se kam përdorur 3 lugë të plota me miell dhe 10 gram pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hidhni dhe sodë buke, 1 lugë çaji. Do vazhdojmë ta përzijejmë mirë. Të gjithë masën do ta kalojmë në një tavë në të cilën më parë poshtë kam shtruar letër pjekje. Do ta përhapim mirë dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për rreth 35 deri në 40 minuta. Pasi është pjekur, do ta lëmë të ftohet pak dhe më pas do ta presim. Tashmë kemi gati për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëf mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.